Dhuna nuk zgjedh ngjyrë të lëkurës, as nacionalitet dhe as moshë. Secili fëmijë mund të jetë viktimë e dhunës dhe çdo kryerës i dhunës duhet të sankcionohet. Kështu kanë reaguar nga ambasada e parë për fëmijë në botë me gjashin në lidhje me vrasjen e 4 vjeçarit Almir Aliu. Drejtori i kësaj ambasade Dragiz Mianas tha se nuk duhet të lejohet që numri i viktimave të reduktohet vetëm në numrin statistikor. Точно посочихме дека треба да се санкционира секој. Kemi theksuar se duhet të sankcionohet çdo kryerës i dhunës dhe në reagimin tonë është të theksuar se dhuna nuk zgjedh ngjyrë të lëkurës, nuk zgjedh nacionalitet as moshë dhe se secili që është sjell keq përpara ligjit duhet që të mbajë përgjegjësi. Ai tha se këto ngjarje të rënda dhe të dhimbshme duhet të shërbejnë si kujtesë për pasojat e urrëties, jo tolerancës dhe dhunës. Да градиме култура на мир. Të ndërtojmë kulturë të paqes, të dashurisë, të mirëkuptimit, që të ketë sa më pak urrëtie, nacionalizëm dhe shovinizëm, sepse vetëm ajo mund ta ngritë secilën shoqëri qytetare, një shoqëri multikulturore siç është Republika e Maqedonisë. Javën e kaluar si pasojë e një goditjeje të qëllimshme me veturë ndërroi jetë 4 vjeçari Almir Aliu nga Kumanova. Ngjarja ka ndodhur disa metra larg shtëpisë së shëndetit në Kumanov. Ku maqedonasi Boban Iliç me veturën e tij ka goditur qëllimisht Almir Aliun bashkë me prindërit e tij. Ngjarjesi ka paraprirë një grindje verbale në shtëpinë e shëndetit mes babait të Almirit dhe Bojan Iliçit.